Megjithatë, pavarësisht mund të ishte edhe mund të ishte bërë kjo lloj, po them, mbështetje, nuk është kjo thelbi i çështjes se sa mos respektimi i, po themi, rregullave, po themi, piramidës shtetërore në përcaktimin e këtyre vendimeve. Nëse një VKM duhet kalojë në parlament, nuk më plevrosh para pa kaluar në parlament, domethënë shkelja e hapur e rregullave të vendosura dhe përcaktuar në Kushtetutën e Shqipërisë në mënyrë kaq flagrante. Domethënë janë disa gjëra të cilat janë tani është bërë edhe modë në modën e kësaj qeverie. Po them edhe qeverive shqiptare gjatë 35 viteve, është në modën e tyre që të marrin vendime si t'ju dojë atyre, duke shkelur apo Kushtetutën, do thotë ka një lloj bjerrje të përgjegjësisë ndaj ligjit, të përgjegjësisë ndaj shqiptarëve, ndaj taksave të tyre. Pra nuk duhet të hyj thelbet e 4 milionerëve, po duhet të hyj faktet se si lëvrohen, se si rrëmbehen nga taksat e shqiptarëve dhe për çfarë përdoren. Por e keqja më e madhe për mua në syrin tim, si po them duke e parë gjërat edhe nga larg, edhe tani s'dua ta vesh të rasën politike sepse kjo ndonjëherë të pengon të gjykosh gjërat drejt. Pra nuk dua të gjykoj si ish deputete, pra si PD-iste, por dua të gjykoj si një qytetare shqiptare, si shqiptare. Unë më duket e pamend e kam bërë dhe një shënim shpejt të nxituar sot, më zhdukur flagrante dhe më dukur edhe pak edhe një padije e madhe ose papërgjegjshmëri e madhe që ministra, të cilët i kemi për detyra tjera të rëndësishme, kanë vënë firmën, kanë vendorën në kushtetutë për gjëra të tjera, kanë me ditë të tëra të angazhuar, ndajnë koncertin e një këngëtari, edhe sikur të jetë sa do i madh të jetë. Kjo është detyra e ministrave shqiptarë, shikojnë faqet e ministrave shqiptarë. Që janë këto ministra? Domethënë, këto ditë, kjo e ditja, këto 24 orë, qoftë këto 42 ditë të politikës, na nxorren edhe në dritë një lloj paaftësie që kemi ne të shtetarëve tanë, një paaftësi, po edhe më fal, unë do ta them edhe ashtu siç e mendoj unë, një lloj debilluku, se s'ka mundësi këto njerëz të bëjnë këtë gjë, të ndajnë të gjithë ministrat mbrëm, të kabinetit të ndajnë pamje nga koncerti. Çfarë ministrësh janë këto? A mund ta bëj këtë, më fal Denisa që po e them kështu, bëj këtë pyetje publike, edhe le të mbërgjigjet ndonjëri për tyre nëse guxon. A mund ta bëj këtë një ministër në Holland? Do ta qeshnin qytetarët holandezë, do ta qeshnin ta bëjë një ministër. Ç'pun ka ministri që ka tjera detyra të merret me koncertin? Qoftë ky koncert që ka popularitet, pa popularitet, si ka? Ministri i arsimit merret me arsimin, ministri i turizmit merret me turizmin. Çfarë këto? Le pastaj se nuk dua të përmend tu deputet. Çfarë këta deputet? Çfarë niveli është ky i Parlamentit shqiptar? Domethënë një nga gjërat që nxorën në këto 24 orë ishte kjo padije e madhe. Ku shkojmë? Këta na drejtojnë ne. Thot deputeti, thot dje, thot zyrtarisht thot kemi hyrë, mbrëm kemi hyrë zyrtarisht në Europë. Si me hyrë kemi një zyrtarisht në Europë për një koncerti të Kanye West? A janë në vërtetë këta? Çfarë flasin këto? Ka ose janë paditur, ose e bëjnë qëllimisht për të hedhur tymë në njerëz dhe mos kuptojnë se çfarë bëhet. Kush e fryu? Kush i dha kaq shumë frym të gjithë këtij debati publik të këtyre ditëve? E nxiti vetë Rama. Po kush e fryu më pas? Kush e ushqeu? Sigurisht. Jo, vetë, sepse duke qenë keni parasysh Denisa, duke marrë gjithë ministra, deputetët, disa janë 140 vetë, nuk janë pak apo jo. Pa menduar pastaj po flas për turmën e tërë që janë rreshterët, që janë të gjithë të gatshëm të bëjnë edhe ata PR-in e tyre. Domethënë i dhanë rëndësi që të mund të paksojnë disi ti edhe një veshtolli hije, errësire, po them edhe protestës dhe kërkesave të protestuesve, për edhe këtij fakti që 42 ditë protestohet në Shqipëri me mira, nuk është se ja ishin 100, 200, 1000 ditën e parë, ditën e dytë, janë me mira që prapë po e shikoni, janë dhe fytyra të ndryshme që ndrohen, ikin disa, vin disa,